Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 27 shkurt dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 27 shkurt dhe do kthehemi në një natë të errët që ra mbi Berlinin në vitin 1933, kur ndërtesa e parlamentit gjerman, Reichstag, u përfshi nga flakët. Ky zjarr i dha Adolf Hitlerit arsyeën e duhur për të forcuar pushtetin e tij dhe për të shtypur kundërshtarët politik, duke e çuar Gjermaninë drejt një periudhe të errët. Disa dekada më vonë, në 27 shkurt 1949, Chaim Weizmann u bë presidenti i parë i Izraelit, duke shënuar një moment të rëndësishëm për shtetin e ri izraelit. Ndërkohë, në një fshat të Kosovës në vitin 1999, forcat serbe kryen një masakër ndaj luftëtarëve të UÇK-s, Gafur dhe Dritan Loku, duke detyruar rreth 1500 banorë të braktisnin shtëpitë e tyre. Vetëm 9 vjet më vonë, në 27 shkurt 2008, në Prishtinë u ngrit flamuri gjerman, pasi zyra ndërlidhëse e Gjermanisë u shndrua zyrtarisht në ambasadë, duke shënuar njohjen e thelluar të pavarësisë së Kosovës. 27 shkurti është dita 58 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1844. Republika Dominikane u pavarësua nga Haiti. 1881. Forcat ushtarake osmane që erdhën për të shuar kryengritjen e udhëhequr nga lidhja e Prizrenit u futën në Shkup, pa u penguar fare. Aty u vendos edhe Ibrahim Pasha si komandant i garnizonit. Më 23 mars, Ibrahim Pasha thirri në selinë e tij 11 anëtarët e Komitetit të Lidhjes për Shkupin me Yashar Bey Shkupi në krye, të cilët i arrestoi pabesisht. 1897. U botua në Stamboll abetaria e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vaso Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila qeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900. U themelua Partia Punëtore Britanike. 1900. U themelua FC Bayern München në München, Gjermani. 1933. Berlin, Gjermani, zjarr në Reichstag, ndërtesa parlamentare gjermane. 1940. Martin Kamen dhe Sam Ruben zbuluan karbonin 14. 1964. Italia kërkoi ndihmë për të mbajtur kullën Torre pendente di Pisa që të mos rrëzohet. 1967. Domenica u shpall e pavarur nga Mbretëria e Bashkuar. 1974. Revista People u botua për herë të parë. 1996. Satoshi Tajiri krijoi serialin e animuar Pokemon. 2003. Bilana Plavšić u dënua me 11 vjet burg për krime dhe genocid ndaj njerëzimit. 2008. Zvicra dhe Austria e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2008. Zyra ndërlidhëse gjermane në Prishtinë u shndërrua zyrtarisht në ambasadën e Republikës Federale të Gjermanisë në vendin tonë, në të cilën u ngrit dhe flamuri i Republikës. 1967. Adoptohet flamuri i Antaguas dhe Barbudas. 2010. Një dridhje toke me magnitudë 8.8 shkallë godet shtetin e Kilit në 03:34 si pasorës lokale. 521 vdiqën dhe 51 të tjerë mungojnë. Dridhja u ndje deri në Buenos Aires. Tani do të vijmë të flasim për personalitetet e shuara që kanë ardhur në jetë në këtë ditë. Në vitin 1902, John Steinbeck, shkrimtari brilant që më vonë do të shkruante romanin e tij të famshëm, Vilet e zemërimit, u lind në Kaliforni. Në vitin 1928, në një kohë të trazuar për lindjen e mesme, erdhi në jetë Ariel Sharon, njeriu që një ditë do të bëhej kryeministri i Izraelit dhe do të ndikonte në mënyrë të thellë zhvillimet në rajon. Në botën e artit, një tjetër ikon lindi në vitin 1932, Elizabeth Taylor, aktore magjepse e Hollywoodit, që do të mbante botën të manitur me talentin dhe bukurinë e saj. Ndërsa në botën e muzikës në vitin 1954, lindi Neil Schon, kitaristi legjendar i grupit Journey. Dhe në vitin 1980 erdhi në jetë Chelsea Clinton, vajza e një prej familjeve më të njohura në politikën amerikane. Lindje. 1902. Lindi John Steinbeck, shkrimtar amerikan, nobelist. 1928.
Lindi Ariel Sharon, politikan izraelit. 1932. Lindi Elizabeth Taylor, aktore anglo-amerikane. 1954. Lindi Neal Schon, kitarist amerikan. 1958. Lindi Pashk Përvathi, piktor shqiptar. 1980. Lindi Chelsea Clinton, e bia e ish presidentit amerikan Bill Clinton. Por historia ka dhe anën e saj të errët. Më 27 shkurt 1887 u shua Aleksandr Borodin, një kompozitor dhe kimist rus që kishte lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme si në muzikë, ashtu edhe në shkencë. Në vitin 1936, shkenca humbi një ditë mendje të ndritur, fiziologun Ivan Pavlov, i njohur për eksperimentet e tij mbi refleksin e kushtozuar. Po ashtu, në vitin 1989, në Rojet Konrad Lorenz, zoologu që revolucionarizoi studimet mbi sjelljen e kafshëve. Në vitin 2008 u nda nga jeta William F. Buckley Jr., një nga intelektualët më të spikatur të konservatorizmit amerikan. Dhe në vitin 2015, bota humbi Leonard Nimoy, aktorin që e bëri të pavdekshëm personazhin Spock në serialin e famshëm Star Trek. Vdekje. 1887. Vdiq Aleksandr Borodin, kompozitor. Festa dhe përvjetore. 1824. Pavarësia e Republikës Dominikane. Tani uftë të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit arhat. Fruti arhat është një ilaç i ëmbël dhe i freskët që ndihmon në përmirësimin e tretjes, pastrimin e nxehtësisë dhe eliminimin e toksinave. Karakteristikat botanike: bima është barishtore shumë vjeçare, ngjitëse. Trungu mund të jetë i gjatë 1 deri në 3 metra. Përbërja kimike: ai përmban vitaminë C, hekur, zink, mangan, glukozë, nikel, kallaj dhe shumë elementë gjurmë të mirë për shëndetin. Antioksidant: fruti përmban shumë ogrosit, përbërësi që përbën ëmbëlsinë karakteristike të frutave. Kjo substancë është vërtetuar dhe shkencërisht se ka efekte të fuqishme antioksidante, ndihmon në ngadalësimin e procesit të plagjes, mbrojtjen e qelizave në trup nga sulmi i radikaleve të lira dhe parandalimin e sëmundjeve. Ëmbëlsira natyrale e këtij fruti mund të zëvendësojë sheqerin gjatë përpunimit të disa ushqimeve dhe pijeve. Kjo frut gjithashtu ka një përmbajtje relativisht të ulët në kalori, kështu që është veçanërisht e dobishme për njerëzit me obezitet dhe diabet. Përdoruesit e rregullt gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve të rrezikshme. Për shekuj me radhë, mjekësia tradicionale kineze është përdorur edhe si një trajtim për diabetin. Kjo barishte vepron duke ulur nivelet e sheqerit në gjak, duke stimuluar pankreasin të prodhojë më shumë insulin. Në këtë mënyrë redukton simptomat e diabetit në mënyrë natyrale. Mbështetje për parandalimin dhe trajtimin e kancerit. Antioksidantët në frutin e arhatit kanë aftësinë të pengojnë përhapjen e tumoreve duke parandaluar përhapjen e qelizave kancerogjene. Efekti antibakterial i këtij fruti mund të zëvendësojë antibiotikët në rast të infeksioneve jo shumë serioze. Gjatë disa studimeve mbi pacientët me prishje të dhëmbëve, studiuesit zbuluan se kjo bimë ka një aftësi të mahnitshme për të frenuar bakteret. Përveç kësaj, ndihmon në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të infeksioneve. Fruti arhat ka veti të ftohta për të ndihmuar në ftohjen e gjakut, për të mbështetur detoksifikimin e mëlçive dhe për të pastruar zorët. Në të njëjtën kohë, ai është i njohur dhe për efektet e tij laksitativ, duke stimuluar tretjen dhe ndihmuar në efektin e saj. Parandalimi i sëmundjeve të frymarrjes dhe kardiovaskulare. Konsumimi i lëngut ose i frutit mund të ndihmojë në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të sëmundjeve të frymarrjes si kolla, bronkiti dhe laringiti.
Për biografinë e sotme do të kthehemi pas në një ditë të ftohtë të vjeshtës, më 26 shtator 1849, një familje të thjeshtë priftërore në qytetin Ryazan të Rusisë, lindi një djalosh një ditë të revolucionarizonte shkencën. Emri i tij ishte Ivan Petrovich Pavlov. Fëmijëria e tij u karakterizua nga një kurreshtje e pashuar për botën përreth, ndërsa i rritej, ai u të zgjidhte mes traditës familjare dhe pasionit të tij për shkencën, dhe në fund ai vendosi të ndiqte rrugën e dytë. Fillimisht, Pavlov u regjistrua në seminarin teologjik, por pas disa vitesh kuptoi se vendi i tij nuk ishte mes librave fetar. E u largua nga seminari dhe hyrë në Universitetin e Shën Petersburgut, ku studoi fiziologji dhe kimi. Ishte pikërisht këtu që ai u njoh me eksperimentet shkencore dhe u dashurua me kërkimin mbi trupin e njeriu dhe të kafshëve. Puna e tij më e famshme erdhi vite më vonë në laboratorin e tij në Shën Petersburg. Duke studuar sistemin e tretjes të qend, ai vuri re diçka interesante. Qend fillonin të prodhonin pushtim jo vetëm kur shinin ushqimin, por edhe kur dëgjonin hapat të kujdestarit që u sillte atë. Kjo e bëri Pavlovin të kuptonte se sjellja nuk ishte gjithmonë e lindur, ajo mund të formohej përmes provojës dhe mësimit. Kështu lindi teoria e refleksit të kushtëzuar, një nga zbulimet më të rëndësishme në historinë e psikologjisë dhe neuroshkencës. Eksperimentet e tij me qend dhe kambanën, ku ai mësoi ata të lindin tingullin e kambanës me ardhjen e ushqimit, u bën bazë për shumë studime të mëvonshme mbi sjelljen njerëzore dhe kafshërore. Në vitin 1904, Pavlov fitoi çmimin Nobel në fiziologji ose mjekësi, duke u bërë një nga shkencëtarët më të njohur të kohës së tij. Ai vazhdoi kërkimet deri në fund të jetës duke kontribuar jo vetëm në fushën e neuroshkencës, por edhe në trajtimin e çrregullimeve mendore dhe studimin e emocioneve njerëzore. Jeta e tij mori fund më 27 shkurt 1936, por puna e tij mbeti e pavdekshme. Konceptet që ai zhvilloi ndikuan në psikologjinë e sjelljes, edukimit dhe madje edhe terapinë e sjelljes, duke u përdorur edhe sot në shumë fusha të ndryshme. Ivan Pavlov nuk ishte vetëm një shkencëtar, ai ishte një pioner që provoi se mënyra se si mësojmë dhe sillemi mund të studiohet shkencërisht. Wallace Carothers. Carothers ishte një drejtues grupi në laboratorin e stacionit eksperimental DuPont, pranë Wilmington, ku u kryen shumica kërkimeve për polimerin. Carothers ishte një kimist organik i cili përveç zhvillimit të parë të nailonit, ndihmoi gjithashtu në hedhjen e themeleve për neoprenin. Pasi mori doktoraturën, ai dha mësim në disa universitete përpara se të punësojë nga DuPont për të punuar në kërkime themelore. Ai u martua me Helen Sweatman më 21 shkurt 1986. Carothers kishte qenë i shqetësuar nga periudhat e depresionit që në rininë e tij, pavarësisht suksesit të tij në nailon, ai ndjeu se nuk kishte arritur shumë dhe i kishte mbetur pa ide. Pakënaqësia e tij u përkeqësua nga vdekja e motrës së tij dhe më 28 prill 1937 ai kreu vetvrasje duke pirë cianik kaliumi. Vajza e tij, Jane, lindi më 27 nëntor 1937. Në të njëjtin vit, Dr. Julian V. Hill, një tjetër antar i ekipit Carothers, filloi punën përsëri në përpjekjet për të prodhuar një poliester me një peshë molekulare mbi 4000. Përpjekjet e tij u pritën shpejt me sukses të madh kur ai prodhoi një polimer sintetik me një peshë molekulare prej rreth 12000. Pesha e lartë molekulare lejoi që polimeri i shkrirë të shkrihet në vargje fibrash. Kështu u krijua mëndafshi i parë sintetik, përshkruar nga kimistët si një superpoliester. Poliesteret dhe polimatet janë shembuj të polimareve të kondensimit të formuar nga polimizimi me rritje hapas hapi. Carothers përpunoi teorinë e polimizimit me rritje hapas hapi dhe nxorri ekuacionin Carothers, i cili lidhi shkallën mesatare të polimerizimit me shndërrimin fraksional ose rindërtimin. Ky ekuacion tregon se për një peshë të lartë molekulare nevojitet një konvertim fraksional shumë i lartë, vetëm për polimeret me rritje të shkallës. Hill prodhoi gjithashtu një fibër sintetike që ishte elastike dhe e fortë duke kombinuar gjikolet dhe diacidet dhe duke u ngrohur në presion të reduktuar, duke përdorur një kazank molekular për të hequr gjurmët e fundit të ujit të prodhuar në reaksionin e kondensimit. Fatkeqësisht fibra e prodhuar nuk mund të komercializohej sepse u kthye në një masë ngjitse kur vendosej në ujë të nxehtë. Carothers hoqi dorë nga kërkimet e tij mbi polimeret për disa vite.
Do të vijmë në rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një re të madhe alkooli që ndodhet në hapësirë. Imagjinoni një re gjigande në hapësirë, aq e madhe sa 1000 herë madhësia e sistemit tonë diellor dhe e mbushur me alkool. Kjo nuk është fantazi, por një realitet shkencor. Ky fenomen ndodhet në një rajon të rrugës së Qumshit, të quajtur Sagittarius B2, rreth 390 vite dritë larg nga qendra e galaktikës sonë. Sagittarius B2 është një re molekulare gjigande, ku shkencëtarët kanë zbuluar përbërës organik, përfshirë alkool etilik, i njëjti alkool që gjendet në verë, birrë dhe pije të tjera alkolike. Sa alkool ka në këtë re? Shkencëtarët kanë vlerësuar se kjo re përmban mjaftueshëm alkool sa për të mbushur miliarda gota birë. Nëse do të mund ta kondensonim këtë gaz në formë të lëngshme, do të kishte më shumë alkool se sa ka ujë në të gjithë oqeanet e tokës. A mund të pihet ky alkool? Fatkeqësisht, jo. Ndërsa Sagittarius B2 përmban alkool etilik, ai përmban gjithashtu edhe shumë substanca të tjera toksike si metanol dhe kimikate komplekse. Përveç kësaj, ky alkool është në formë gazi dhe i shpërndar në një rajon të gjerë të hapësirës. Ky zbulim tregon se molekulat organike komplekse, të cilat janë bazë për jetën, ekzistojnë natyrshëm në hapësirë. Molekula të tilla mund të jenë transportuar në planetë të ndryshëm përmes asteroidëve apo kometave, duke ndihmuar në krijimin e jetës. Në fakt, Sagittarius B2 përmban edhe molekula të tjera organike, një sheqer i thjeshtë që mund të jetë një nga ndërtuesit e parë të ADN-s. Edhe pse nuk kemi zbuluar ende një planet të mbushur me alkool, është plotësisht e mundur që në ndonjë cep të universit ekziston një botë me dete të mbushura me pije të forta. Martin Cooper shpiku celularin e parë. Shpikësi prej Chicago, Martin Cooper shpiku celularin e parë. Krijuesi menaxheri Motorola-s kishte shumë sens humori. Thirrjen e parë ja bën numrit fiks të Joel Engel, drejtori të laboratorit Bell. Do me thënë konkurrentit të tyre më të fuqishëm. Ky mjet fatlum që Cooper i kishte në dorë ishte një Dynatac me peshë 1130 gram, pa funksione përveç funksionit të folurit, të dëgjuarit dhe bërjes së numrit. Për ta rikarikuar baterinë me autonomi 35 minuta nevojiteshin më shumë se 10 orë. Më 1983-shin, celulari do të komercializohej në Amerikë. Në Europë vjen me 86-ën. Celulari ishte një nga shpiket më të mëdha që kanë ndryshuar jetën e njerëzimit. Martin ishte një vizionar në industrinë e komunikimit wireless me valë, mbajtës 11 patentave në këtë fushë, njëhet si inovator në menaxhimin e spektrit të radios. Ndërsa te Motorola, Martin Cooper, i lindur më 26 dhjetor 1928, është inxhinier amerikan. Ai është pioner dhe në vitet 1970, Cooper shpiku të parën celular dore të telefonisë së lëvizshme, i ndryshëm nga telefoni makinave. Në vitin 1978, ai udhëhoqi ekipin që u mor me zhvillimin e tij dhe që e solli në tre në vitin 1983. Cooper konsiderohet si babai i telefonit celular dhe ka mbetur në histori si personi i parë që bëri një telefonat me celular dore të telefonisë së lëvizshme në publik. Cooper është bashkë themeluesi i shumë kompanive të komunikimit së bashku me gruan dhe ortaken e tij në biznes, Arlen Harris, gjithashtu e njohur edhe si zonja e parë e wirelessit. Ai është bashkë themelues dhe drejtues aktual i Dina LLC në Del Mar, Kaliforni. Cooper gjithashtu është pjesëmarrës në komisionet të mbështetjes së Federal Communication Commission dhe Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1983 në SBA filloi të operojë shërbimi i parë komercial i telefonisë celulare dhe telefonit Dyna TAC. Ishte disponueshëm për konsumatorët me një çmim prej rreth $4,000 deri në $9,000 në vitin 2011. Por Cooper u largua nga Motorola përpara daljes së tij në treg. Në të njëjtën vit ai bashkë themeloi Cellular Business System (INC) dhe e bëri ato dominuese në industrinë e faturimit celular, duke marrë 75% të aksioneve në treg. Në vitin 1986, Cooper e shiti CBS-in për $23 milion. Cooper dhe gruaja e tij Arlen Harris themeluan Dyna LLC në vitin 1986 si bazë për zhvillime të ndryshme. Mbështetin aktiviteteve përreth inkubatorëve të ideve dhe kompanive të cilat sillnin risi të reja në atë kohë. Tani oftë të ndiqni parashtrimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 27 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjell mot me alternime vranësirash dhe kthjellimesh. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa jugu dhe juglindja do të kenë më shumë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 7 orë me diell në varësi të zonës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Pukës, 4 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 15 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 27 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e freskët, ndërsa pasditja sjell temperatura të buta dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 1 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj, 1 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.